dhe të mbrojnë kufirin edhe në veri, po edhe në pjesën ka Serbia, po edhe kufi të tjerë anë kanë të Kosovës. Këtu shpeshherë paraqiten dilema në aspektin e tërësishëm të popullatës, se në një anë parashihet si aspekti pozitiv i formimit të këtij mekanizmi, do thotë xhandarmerisë, kurse në anën tjetër paraqitet një skepticizëm në pjesë e banorëve, për arsye se ka frikë se mos merr kompetencat e sigurisë dhe në këtë mënyrë do të thotë mund gradualisht të paraqitet si një formacion militar ose militarist, si ka që qëllim të caktuar, por kjo do të thotë nuk qëndron për arsye se qëllimi imediat i saj edhe i xhandarmerive në shtetet Ballkanit Perëndimor që ekziston në Rumani, në Serbi, pastaj kemi edhe në Itali, kemi format e tilla të cilat njihen në Evropë si format e tilla të organizimit, të cilat si qëllim imediat kanë mbrojtjen e kufive, po edhe terrorizmit, luftën e kontrabandës dhe forma të tjera të krimit organizuar, por pa ndërhyr në kompetencat e policisë dhe të ushtrisë. Mekanizmi i xhandarmerisë që formohet te ne do të jetë një mekanizëm që merr elementet dhe franceze, italiane, edhe xhandarmerive të tjera. Po unë mendoj se gradualisht në bazë profesionalizmit vazhdueshëm të xhandarmerisë, po edhe të policisë tonë, edhe të ushtrisë tonë e tjera, roli i mekanizmave ndërkombëtar do të shkon hap pas hapi duke u zbej, jo në atë aspektin e zbejes, por në atë aspektin që siguria e tërësishme e kufive tonë të bëhet nga xhandarmeria, nga do të thotë policia e Kosovës, ushtria jonë në mekanizme të përbashkët, dhe në këtë mënyrë do të thotë trupat do të zvogëlohen gradual, në mënyrë që situata e sigurisë dhe e paqes në Ballkan, po edhe në Kosovë të jetë e stabilizuar. Baza kushtetuese ekziston, baza ligjore të universitetit në funksionim sipas gjitha gjasave, një xhandarmeri në përmasa të startuese do të jetë e përballueshme për vijën buxhetore të Republikës së Kosovës dhe nuk do kishte me patur impakt në përmbushjen e misioneve të institucioneve të tjera të sigurisë. Xhandarmeria e Kosovës në asnjë rrethon, në asnjë mënyrë nuk do të pengoj avancimin e Kosovës në mekanizmat qoftë ndërkombëtar, qoftë në përmbushjen e detyrave që kanë mekanizmat të krijuar në aspektin kushtetues të Republikës së Kosovës.